Duke qenë se versionet e PSRK-s dhe Këshillit dallojnë nga i dhënë mbledhje, Betimi për Drejtësi ka pyetur sërish zëvendës kryeprokurorin Gashi se si bëhet ndarja e lëndëve. Prokurori Gashi tregon se lëndët ndahen nga menaxhmenti, siç thon ai, në koordinim me procedurën e SMEL, ndërkohë që insiston të referohemi përgjigjes së Këshillit Prokurorial. Përshëndetje prokuror, jam Albiona Hoxha i prej Betimi për Drejtësi. Kam disa pyetje shkurt për ty. Në lidhje me mbledhjet të Këshillit Prokurorial keni thënë që lëndët në PSRK nuk ndahen me SMEL. A mundi më na tregu që sa kohë nuk ndahen me SMEL lëndë? Jemi përgjigjës për këtë çështje. Është përgjigjës mesazhi i Këshillit. A mundi më na tregu që sa kohë nuk ndahen apo prej kur ka filluar menaxhimi me SMEL nuk ndahen PSRK lëndët? Është përgjigjës Këshilli Prokurorial për këtë çështje. Po neve nuk na ka tregu që sa kohë nuk ndahen me SMEL. Është përgjigjës Këshillit. A ndahen aktualisht me SMEL lëndët PSRK? Është përgjigjës Këshilli Prokurorial edhe administratori mesazhi im. A ndahen aktualisht që si prokuror, a i merrni të ndahemi për mes milit lëndët PSRK? Ne i morëm lëndë sipas radhës që na ndahen. Kush janë ndahen? I ndahen është dihet kush i ndahen, menaxhmenti. Menaxhmenti apo SMEL? Menaxhmenti në koordinim me procedurën SMEL. Por Këshilli edhe në përgjigjen e dytë, të dhënë më 18 mars, thotë se ndarja e lëndëve është duke u zbatuar sipas rregullorës për menaxhimin e lëndëve përmes sistemit elektronik. Janë dy fakte shqetësuese në këtë situatë. E para është deklarata se lëndët nuk ndahen përmes SMEL, por në mënyrë manuale, edhe problemi i dytë është qasja e PSRK edhe KPK lidhur me këtë situatë. Nëse e kemi zëvendës kryeprokurorin që thotë se lëndët ndahen në mënyrë manuale dhe përgjigjet janë se ndahen me SMEL, pa dhënë sqarime lidhur me deklaratën e zëvendës kryeprokurorit, tregon mungesë të vullnetit për të adresuar këtë situatë. KPK edhe PSRK do duhej që të tregonin ose pse nuk ndahen lëndët përmes SMEL, ose të tregonin se çfarë ka qenë ajo deklaratë e zëvendës kryeprokurorit. Pra mënyra se si ka vepruar sistemi prokurorial këtu, vetëm se rrit dyshimet në lidhje me ndarjen e lëndëve në PSRK.